Pas një muaji diskutimesh në komisionet parlamentare, buxheti 2026 u miratua pas mesnatës të premtes në kuvend me 81 vota pro dhe 16 kundër. Gjatë seancës plenare u paraqitën 10 amendime për shtesa buxhetore nga deputetët për institucione dhe projekte të ndryshme, por asnjë prej tyre nuk kaloi. Amendimet shkonin në shumën 278.9 miliard lekë. Të vetmet që u pranuan ishin kërkesat e institucioneve të bëra në komisionet parlamentare. 12 institucione marrin 504.9 milion lekë shtesë, kryesisht institucionet e drejtësisë morën para ekstra. Gati 886.7 miliard lekë ose 8.8 miliard euro do t'jenë në dispozicion të institucioneve për të shpenzuar për shërbime shëndetësore, për paga, për skemat e mbështetjes familjeve në nevojë, pensione, arsim, punësim, bujqësinë, transportin rrugor, drejtësinë deri tek shpenzimet për siguri në kuadër të detyrimeve ndaj NATO-s. Për vitin e ardhshëm është parashikuar formula e re e rritjes së pensioneve, që parashikon bonuset të përmuajshme. Sipas të dhënave në projekt ligj, fondi për bonuset në vitin që vjen do të jetë 100 milion euro, si edhe janë parashikuar 16.5 milion euro për indeksimin e tyre. Buxheti i ri mbështet edhe rritjen e pagës minimale nga 40 në 50.000 lekë, si dhe indeksimin me 2.5% të pagave të administratës publike duke nisur nga 1 janari. Investimet publike për vitin 2026 janë parashikuar të arrijnë vlerën rreth 1.8 miliard euro, nga 1.6 miliard euro të planifikuara këtë vit. 13.5 miliard lekë është fondi për kompensimin e medikamenteve, si edhe 1.5 miliard lekë do të përdoret për barnat onkologjike. Ndërkohë sa i takon të ardhurave, ato planifikohet të arrijnë në vlerën 8.2 miliard euro, nga 7.7 miliard euro aktualisht, rritje që pritet të ndikohet kryesisht nga zhvillimi ekonomik, vijimi i turizmit dhe mirë administrimi. Vitin që vjen, borxhi publik do të kapë shifrën e 14.9 miliard eurove, nga 14.2 miliard euro i parashikuar për këtë vit. Rritja ekonomike është planifikuar 4% dhe mbështetur kryesisht nga turizmi dhe ndërtimi.